Ju përshëndes shikues ekranit të Premium Channel, ja kur I takohemi së bashku si çdo ditë tani më nga e hëna në të premte në ekranin e vetëm dedikuar turizmit. Sot shkojmë drejt Antaljas për të vizituar kështu kryeqytetin e pushimeve edhe për të prezantuar të gjitha promocionet të cilat vijnë nga resortet e pozicionuar në zonat më të bukura të saj nëpërmjet Vast Tour Operator. Ndaj un kam kënaqësinë t'ju uroj menjëherë mirëseardhje në studio Rominës. Mirëseardhje, shumë kënaqësi të kemi sot. Mirë se u gjej sërish. Pa diskutim që Antalja mbetet on top si çdo vit tani më, si çdo herë që ne jemi në studio, jo vetëm sa I takon resorteve me pesye, por edhe interesi të gjithë atyre që zgjedhin të shkojnë drejt këtij destinacioni. Por me sa di, sot kemi last call për të gjitha vendet e fundit, të cilat vinë me çmime promocionale apo jo? Po, në fakt, për momentin jemi me çmime promocionale për datën 29 nisje, kështu që është koha për të rezervuar dhe për të kapur çmime shumë të mira, në hotele shumë të mira që ne disponojmë. Kemi duke filluar nga 500 euro në fakt çmime standard të hoteleve që ne I promovojmë vazhdimisht këtu në ofertën e ditës dhe klientët thjesht na shkruajnë që të kapin vendin e tyre. Si ka qenë interesi I të gjithë atyre që zgjedhin Antaljan si destinacion tani që në fakt temperaturat janë rritur dhe kërkesa për pushime ndoshta vjen edhe shtohet apo jo? Kërkesa është shumë e lartë në fakt, ne jemi munduar që t'i suportojmë të gjithë me oferta sa më të mira, duke marrë edhe ekstra discount nga hotelet dhe t'i promovojmë ato më së miri, duke qenë se kërkesat janë të larta dhe klientët kanë kërkesa specifike. Ne në çdo moment jemi në shërbim të atyre për të ofruar cilësinë dhe standardin që na karakterizon. Romina, cila nga zonat e Antaljas preferohet më së shumti për pushime? Atëherë kemi disa zona, në fakt të gjithë klientët varet nga tipologjia e klientit dhe të gjithë I më shohin disa detajeve që çdo zonë specifike e ka në Antalja. Për shembull, nëse klientët dëshirojnë diçka natyrë, ajër të pastër, veçanërisht gjatë periudhës korri gushtit ku edhe temperaturat janë më të larta se normalet, ata preferojnë zonën e Kemerit, duke qenë se deti është I pastër, natyra, është mali, është atmosfera ndryshe dhe ajri ndihet pak më I pastër. Ndërkohë që për periudhën e qershorit apo shtatorit apo edhe majit që filluam, kryesisht zgjedhin zonat në Alania, edhe Side, Belek, pse jo. Të rrallë janë klientët të zgjedhin Kemerin, megjithëse hotelet janë shumë të mira dhe është gjunaf që mos e zgjedhin, e kanë zgjedhur tashmë, duke qenë se ne kemi hotele shumë të mira në zonat caktuara që I kanë 30% të rezervimeve edhe për periudhën maj-qershor. Gjithsesi, këto janë zgjedhjet e klientëve në bazë të buxhetit që ata kanë me kërkesat e tyre dhe plazhet që dëshirojnë në fund të ditës të zgjedhin. Ne tani për pak hym në atë që quhet piku I sezonit edhe ku të gjithë marrin pushimet për të shijuar kështu disa ditë relaksi, por për të gjithë ata të cilët I kanë shijuar një palë pushime deri më tani, cili ka qenë feedbacku apo përshtypjet që ju keni marrë nga ata? Atëherë, paka shumë e dim se duke qenë se dhe klientët tani janë përsëritës të destinacionit, e dim fare mirë se çfarë shërbimi e karakterizon vetë Antaljan si destinacion, gjithashtu edhe hotele specifike. E din fare mirë janë përsëritës në të njëjtën tip hoteli dhe e din shumë mirë se çfarë shërbimi ka. Ne na thon vetëm faleminderit që jeni pranë nesh, domethënë për raste të caktuara që mund të ndodhin incidente apo diçka gjëra të vogla. Por në përgjithësi feedbacku ka qenë shumë pozitiv. Por edhe për klientët e rinj që janë për herë të parë këtë vit në Antalja, janë në fakt për shkak të shërbimit që ne ofrojmë, janë shumë të mrekulluar, e thonë, shumë faleminderit, jemi kënaqur shumë. Feedbacku është gjithmonë pozitiv nga ata. Pse vijon të mbetet Antalja kërkesa e parë dhe e preferuar e të gjithëve? Kjo për shkak se çmimet që ofrojnë me shërbimin dhe cilësinë e të gjitha resorteve që kemi në portofolin e Vasit e përmbush më së miri kërkesat e shqiptarëve. Domethënë, nuk mund të gjesh të shkosh me pushime diku kur je të gjitha gjërat I ke të stakuara nga hoteli apo nga operatori në rastin konkret, duke qenë se ne përgjigjemi nga momenti që ata nisen këtu në aeroport me guidat tona, pritja atje përsëri është nga guidat tona, shoqërimi për në
për në hotelet përkatëse, shërbimi all inclusive. Ata nuk kanë nevojë, mjaft është të kenë kohën për të shijuar pushimet e tyre. Kështu që kjo është një luks që shqiptarët në fund të ditës e meritojnë ta kenë. Dhe për këtë arsye na zgjedhjen. Cilat janë resortet që ti ke përzgjedhur sot për ofertën e ditës për të sjellë me çmime promocionale përpos të gjithë shportës së madhe që Vastur sjell? Atëherë unë kam zgjedhur pak një zonë që është pak më e nxehtë në lidhje me aktivitetet që ka si destinacion. Do vase të thëbe temperaturat. Jo, është zonë e nxehtë për aktivitetet. Zona që mbahet për aktivitetet më të mëdha në Antalya është zona e Belekut. Dhe të gjitha resortet aty kanë shërbime ekstra dhe aktivitete për të cilat shqiptarët janë shumë të interesuar që të kënaqen sa më shumë me pushimet e tyre. Në fakt preferojnë më shumë pushimet të cilat janë dinamike me aktivitete ose me festa, apo duan më shumë pushimet e relaksit? Ka klientë për shembull që e kanë shumë të lodhshme ditën e punës, kështu që duan diçka relax, një vil, ambientin, natyrën, plazhin, dhe ti kanë të gjitha të stakuara. Ka dhe nga ata klientë që për shembull duan të pushojnë, po pse jo, duan edhe të kënaqen, duan të kenë sa më shumë aktivitete. Dhe këta janë ai tipologji e klientëve të cilët ne na lidhin që të kemi dhe hotele në zona të ndryshme. Dy hotelet që unë kam përzgjedhur janë The X Belek dhe Rixos Park Beleku. Me cilin prej tyre do ta nisim ofertën e ditës? Me këtë të dëshirosh. Mendoj që me X Belekun, duke marrë në konsideratë të gjithë jehonën e suksesshme që patin në sezonin e kaluar, jo vetëm me festat, por edhe me të gjithë konceptin e ri që solli. Po, duke qenë se është një resort i ri dhe X Beleku dhe vjet ne kemi marrë në portofolin ton aktivitetet që janë kryer aty vazhdimisht, qoftë vjet, po qoftë edhe këtë vit që janë për të organizuar gjatë sezonit, është një dëshirë e madhe që klientët marrin pjesë aty. Dhe X Beleku ofron atë ndarjen, si të thuash, me thik, sepse vetë hoteli ka formën e X-it, duke qenë se ka të ndarë pjesën e familjarëve me pjesën që është adult only. Dhe kjo gjë klientëve ju pëlqen, duke qenë se dëshirojnë që të rinë rehat me familjet e tyre apo në çift, në pushimet e çift. Në fakt, një nga shqetësimet më të mëdha për të gjithë ata që duan të shijojnë pushimet e tyre në çift apo grupe shoqërore është kur në resorte gjejnë edhe fëmijë të cilat pa diskutim animatorët edhe trajtimet janë shumë herë më shumë preferenciale për të vegjëlit se sa për të rriturit, kështu që është disi e pazakon, duhet thënë që në një resort të gjesh të ndarë si me thik, sikurse ti e përmendë zonën e të rriturve me atë të familjarëve dhe për të bërë të gjithë bashkë. Po, në fakt, dhe X e mundëson këtë dhe klientët janë shumë të kënaqur, është sikur të jesh dy hotele të ndryshme në të njëjtën godinë. E ka të ndarë edhe pjesën e Kids Clubit të fëmijëve, ka shumë të avancuar, ata organizojnë gati çdo ditë aktivitete për fëmijët, qoftë ato laboratorike që janë të lezetshme për fëmijët apo për të bërë shefat e kuzhinës së vegjël, edhe aktivitete tjera normalisht me aquaparkun që ofrojnë ata për fëmijët apo edhe për të rritur. Jo, është një feedback shumë pozitiv që kemi marrë qoftë vjet, po edhe si vjet e kërkojnë gjithmonë klientët. Cili është koncepti që X Belek ofron? Është ultra all inclusive si koncept. Pjesa e klientëve, të cilët dëshirojnë që të rinë të pjesa adult only, kanë mundësinë që të shijojnë edhe aktivitete ekstra që ky hotel ofron. Duke qenë se është edhe hotel i ri, feedbacku gjithmonë është i mirë, sepse dhomat janë të rinovuara, me cilësi, ndjesi moderne dhe shqiptarëve ju pëlqen. Gjithashtu, dhe X Beleku është për të theksuar që ka stage-in më të madh në zonë. Dhe aty organizon gjatë gjithë kohës ture nga këngëtarë shumë të mirë. Gjatë periudhës vjet ka qenë Gims, kanë qenë Mahmut Orhan, që është edhe këtë vit përsëri në sezon për të kënaqur klientët, edhe shumë të tjerë që emrat njohur të muzikës që marrin pjesë aty. E duke marrë në konsiderat gjithë interesin e madh që patën këta DJ kur vinë në Tiranë dhe duhet të presësh rreth të gjata e pritje sigurisht me biletash, të mendosh që i ke në një resort ndërkohë që edhe pushon është pa diskutim një plus shumë i madh. Po me çmimet si varion X Beleku këtë vit, nëse nuk kemi një paketë specifike, na jep një orientim së paku.
Dhe X Beleku është shumë mirë me çmimet, në fakt, është për të theksuar fakti që ka çmime të një hoteli standard, mund të them, kjo varet nga periudha që rezervohet, pasi kur ka pikun e sezonit çdo hotel ka çmimet e veta dhe ne nuk është se mund të ndërhyjmë, po për sa kohë që kënaqësia e klientëve është në absolut, pse jo, domethënë, vazhdojnë të zgjedhin dhe të kënaqen maksimum me X-en. Por një tjetër resort që në fakt është në shportën e vastuar dhe pa diskutim është një brand mirëfilli është Rixos Park Beleku, një tjetër degë, themi, e njërit prej brandeve më të frekuentuar dhe më të preferuar në Antalya. Po, nëse do flasim për Rixos, pastaj klientët e kanë fiksim fjalën që të shkojnë në një standard në një rrjet hotelesh që mbahet për shërbimin dhe kënaqësia aty apo shërbimi është në maksimumin e vet. Rixos Park Beleku në fakt ka vjen më pranë klientëve të cilët dëshirojnë që të akomodohen në Rixos, por që të kenë një standard që mund ta prekin edhe me çmime. Dhe vjen me çmime shumë të mira në fakt. Fakti që ndodhet në zonën e Belekut, kjo e favorizon atë sepse jep direkt akses gati çdo ditë në The Land of Legend. Transferta për aty është organizuar çdo ditë nga hoteli dhe fakti që janë shumë afër me zonat i lehtëson klientët në mënyrë që ta zgjedhin dhe të kënaqen, pse jo, në këtë Disneyland të Antalyas, mund të themi. Rixos pa diskutim që ka të njëjtin koncept në të gjitha resortet e saj, ku cilësia nuk bën asnjëherë kompromis as me çmimin, por as me se sa full capacity është një resort, por nga ana tjetër Rixos ofron një stil tjetër pushimesh, dhe jo vetëm pushimet all inclusive, all exclusive, sikurse ato kanë dhe moton e tyre. Po a është një trajtimi edhe për fëmijët, një sikurse jemi mësuar tek Rixos Premium tek Europa që ka një klub si një qytet të vogël brenda resortit për ta? Po, Rixos Park Beleku normalisht, duke qenë se është brand i njohur për ne shqiptarë dhe për mbar botën, normalisht i ofron të gjitha shërbimet që ofron edhe Rixos Premium tek Europa. Ata kanë një kids club të dedikuar për fëmijët, resorti po ashtu është i organizuar me vileta, kështu që gjithkush mund të zgjedhë dhomën që dëshiron, qoftë dhoma deluxe, apo suitat, apo family. Të gjitha, domethënë mund t'i gjejnë në Rixos Park Belek, por siç e përmenda pak më parë, me çmim më ekonomik se sa Rixos Premium tek Europa. Faleminderit shumë që ishe me mua sot në studio dhe që sollëm pak arom Antalya në studio dhe për të gjithë ata që ende nuk kanë vendosur për të përfituar nga çmimet promocionale. Faleminderit. Faleminderit ty. Dhe kështu kemi mbritur në fund me ofertën edhe për ditën e sotme. Të dhënat e paketave janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, ndaj mua nuk mbetet gjë tjetër përveç se t'ju uroj pushime të mbara.